Këtu e kemi fush komplet. Kemi pak male në Arabi Saudite, po janë kështu. Kjo është gjitha mal. Mal. Gjitha armatimet janë futur poshtë mal. Dhe këto pak rajone që i ke kështu si Lugina, edhe këto janë në kontrollin e male. Këtu tash ka dy mundësi për të rënë regjimi. O nëpërmjet klerikëve dhe ajatollahët i ketë gjithë në sistem, o nëse ushtria i kthehet kundër gardës. Pasi ju e keni parë që pavarësisht se presidenti dhe ministri i jashtëm thotë ne nuk duam përdorim armatimin, po garda revolucionare nuk pyet, i lëshon raketat. Se këto vende janë bombarduar me raketa dhe me dron nga garda revolucionare. Ose nëse një pjesë e popullsisë nga brenda nënkupto këtu, ata turkmenë që janë në territor, po që janë iranian, nënkupto baluçët këtu në kufi me Pakistanin, por që Pakistani nuk e do këtë gjë sepse di që pastaj mund të fillojë edhe përçarja nga territorit dhe ndarja nga brenda. Ose përveç baluçëve, kurdët që vinë këtu në rajonin, këtu lart nga Mosuli e tjerë që vinë këtu, ose armenët që janë aty në kufi me Armenin, po të cilët janë shumë filo-iranian sepse Armenia është... Janë shumë misor me Iranin. Ose Azerbajxhanësit, që janë 25% e territorit. Pra, o do të fillojë një luftë e karakterit civil dhe fetar nga brenda, o do të ketë një grup shteti nga brenda, po ti mendon që, unë mendoj që edhe 1 milion ushtarë s'mjaftoj, shis janë. Unë kam bërë shpesh këtë, besoj që edhe ti kur ke shku në Dubai, ke bërë shpesh, është e gjitha mal. Po, ande e ka pas rotin. Dhe janë male me 4-5.000 metra. Kështu që, ja e zëmë u futën Amerikanët tu. Po. Ja e zëmë dhe morën ishull. Po pastaj, po të tjerat. Përveç që aty mund të rinë në një kurth për trupat e tyre. Po, është një kurth, është një... Pra, ditën që prandaj dhe presidenti Trump thotë ne nuk mendojmë të shkojmë ta pushtojmë. Pra, ai e di shumë mirë që edhe nëse do ta pushtojë, pra edhe nëse bën 1 milion ushtar, do të ketë minimumi 50, 60.000, 100.000 të vrarë nga anë e tyre për të pushtuar gjithë to male dhe pastaj rezistenca, lufta e tjerë do të vazhdojë. I ja vlen para Iran kur perëndimi u tërheq nga Afganistani, që ka territorin shumë të vështirë, po shumë më të mirë se sa territori i Iranit. Irani e ka akoma më të vështirë. Ka akoma më të vështirë, është një vend akoma më i militarizuar, është një histori perandorake dhe fetare unike në gjithë botën, e në mënyrë të veçantë këtë rajon. Tani